as emër nuk ja di, i kthej sot skapit partisë hetimin për sarajet e Suvelit. Një moment, Zonja Kalaja dhe Partia Demokratike e çoi, sepse aty është një grope zez korrupsioni. S'mund t'imagjinoni. E çoi në skap. Por skapistët Mjeran e transferuan në Prokurorinë e Tiranës. Prokuroria e Tiranës heton të kryeministrin Prokuroria e Tiranës, që me ligj dhe kushtetutë është vetëm Spaku. S'mundet ta hetoj Prokuroria e Tiranës kryeministri imunitar. Por Spaku përsëri refuzoi dhe në fund doli një gjykatës, besnik i ligjit, dhe urdhëroi skapin që të hetoj çështjen. Njerëz si këta, shërbëtor të ligjit, janë shërbëtor dijitos të vendit tyre. Ndaj dhe ne do bëjmë një administratë që të zbatoj ligjin dhe vetëm ligjin, me bindjen më të madhe, se kështu janë shërbëtor të vërtet të qytetarëve shqiptarë. Miqtë e mi, paketa e dhimbshurisë është detyrim madhor, moral, ligjor, por Made in Albania, Shqipëria prodhuese, është shtyllë kryesore e programit tonë. Ne do bëjmë gjithçka që ju, që biznesmen shqiptar, qytetar shqiptar, me iniciativën e tyre të lirë, të njohin suksesin dhe vetëm suksesin në biznesin e tyre. Bizneset e vogla. Tavani për të vëshën nga 100.000 do të kalojë 180.000. Për tatim fitimin nga 140.000 do të kalojë 180.000.